Ju përshëndes miq të Super Sport, drejt për drejt nga zgjuari me Kuksit do duhet ndeshja klasike e futbollit tonë mes Kuksit dhe Skënderbeut, dy skuadra të cilat në 3 sezonet e fundit kanë ndarë verdiktet kryesore të një edicioni futbollistik që nuk janë aty në pozicione, megjithatë kjo ndeshje mund të vendosë një masë të konsiderueshme. Jam me Florian Rizën, përshëndetje. Ndërkohë që mendimin e energjisë se kalojmë në informacionet, skuadra vendase do duaj minuta e parë me portierin Ervis Koci për të vjuar në mbrojtje me kapitenin Rahman Allaçi, Ylli Shameti, Renato Malota, Gledi Mici, Bledar Musolli, Francesco Jefferson janë këto në mes fushës, Ansi Nika, Jean Carioca, Erik Flores në mbështetje të sulmuesit Mateus Lima, Koliçi, Veliu, Qafa, Jonuzi, Cruz, Memini dhe Tejeci janë në dispozicion të trajnerit Marcelo Troisi. Një ndeshje e cila do gjykohet nga gjyqtari kryesor Semini, do të jetë ndihmuar nga Denis Rexha, Ridiger Çokaj, gjyqtar ndihmës Enea Jorgji, Klajdi Kola, gjyqtar i katërt është Ermal Barushi. Ndërkohë që skuadra e do të duhet nga minuta e parë me portierin Orges Shej, Kristi Vangjeli, Marko Radas, Bajram Jashanica, Renato Arapi, Sabien Lila, Bledi Shkëmbi, Gerard Progni, Bernard Berisha, Peter Olainga, Hamdi Salihi. Të gatshëm stol për Mirë Losën, Lapani, Osmani, Abazi, Ademir Latifi, Eskerdinja dhe Xhair për trajnerin Mirel Josa. Është diçka gati, ende nuk ka ardhur ora 14, saqë është ora zyrtare. Një problematik që shfaqet ka dalë pak më herë se sa duhet. Megjithatë do të respektojë orarin, në orën 14:00 do të fillojë ndeshja. Tani kupton diçka Emili, bën shenjë dhe lojtarëve, të cilët duhet të bëjnë pak nxemi derisa të afrohet ora. Nxemin e kanë bërë ata, ata do të bëjnë startin e fillimit. Për të mos ftohur në këto momente derisa ora të shkojë 14:00. Një ndeshje gjithsesi e rëndësishme, Flori, pavarësisht diferencës 8 pikë që janë ndërmjet tyre në tabelën e renditjes. Ajo që vlen për të përmendur është që kjo ndeshje do të zhvillohet në kushte optimale, në një fushë me barë sintetik, përgjithësi e drejtë, pa probleme, dy ekipe me organik dhe formacione nga më të mira që kanë pasur në gjithë sezonet e fundit, dhe mendoj që spektakli nuk do të mungojë, çdo gjë do të jetë në nivelin maksimal për treguar një herë që futbolli shqiptar prodhon lojra për këtë nivel. Unë shpresoj shumë që do të jetë në nivelin shumë të lartë ndeshja sot. Kujtoj që Kuksi është thuajse në gjithë parametra si në edicionin e kaluar, kujtoj që vjet në fazën e parë grumbulloi 16 pikë, po ai sa dhe në këtë edicion, ndryshimi që në javën e parë të fazës dytë fitonte, këtë javë barazoi. Pra më shumë se sa një Kukës më i dobësuar, po duhet të flasim për një Skënderbe dhe Partizan gati perfekt. Vetëm se Kuksi e ka ndarë në dy pjesë, do të thoja ndeshjet i ka ndarë në dy pjesë ndeshjet e tij, ka fituar çdo ndeshje brenda fushës dhe nuk ka arritur ta fillojë një ndeshje jashtë fushës së tij. Por që në fushën e tij është një ekip shumë i lezetshëm. Ndërsa Skënderbeu mbetet në nivelet e tij normale, një ekip që është i konsoliduar, i harmonizuar, një ekip që merr pjesë në 3 aktivitete të jashtëzakonshme si vallëherë në një ekip. Ka nisur sfida me topin e luajtur nga qendra nga lojtarët e skuadrës së Kuksit dhe më njëherë një pasimi dhënë në krahun e majt aty ku gjendet Mici, pas është Musolli. Skuadra e Kuksit që shfaqet me skemë taktike me cilën na ka mësuar vazhdimisht 4-2-3-1, ndërkohë që Skënderbeu që alternohet vazhdimisht në një 4-4-2 apo 4-3-3. Sot është një 4-4-2. 4-4-2, por gjithsesi e shikoj Olaingut dhe mendosur pak më pas se sa Sali. Sali është sulmuesi i deklaruar i vetëm, por Olainga një lojtar që ka aftësi të mira fizike dhe mund të ambientohet ose përshtatet në dy pozicione, si 4-4-2 apo si 4-4-1. Musolli mbajnë to me zotërim lojtarët e Kuksit. Jefferson rrezikoi jo pak me top të kthyer, pa parë ku i gjendej Salihi. Topi i devijuar në rivën jansore. Ka shumë fair play. Kemi konfirmuar edhe atë komunikim të president dhe Gjici dhe Takaj në mikrofonin Alban Gjanit.
Mirë njohë dhe falënderimi veçantë për të dy presidentët për kontributet e jashtëzakonshme që kanë si në ekipet e respektive, po si në futbollin shqiptar në përgjithësi, por edhe për gjithë presidentët dhe kontributit në futbollin tonë. Përpiqet Nika. Që përfundon jashtë. Lilaj. Këtë Progni Flores. Mici. Edi Flores. Shkëm këtë kalim mjaft mirë të Flores. Por mbyll Radas me eksperiencën e tij. Tenton të marrë përsipër Erik Flores, shfaq më tepër dëshirë. Në fakt të dy ekipet kanë lojtarë shpërthys dhe me iniciativë të paparë në krah. Si Kuksi, ashtu edhe Skënderbeu. Çka do ta bëjnë shumë interesante. Ka një ndryrë të gabuar në këto momente dhe kjo është e para goditje dënimi. Malota. Sakturia Radas në durin me Mateo Simon. Ky sulmues i ardhur në vendin tonë për llogaritë të Skënderbeut në një periudhë prove e gjatë. Nuk arriti të binte stafin teknik. Ndërkohë që tani më kemi në lidhje edhe Alban Xhani. Përshëndetje Alban. Para qeta në stolin e Skënderbeut, i ulur Josa në vendin e tij, ndërkohë që nuk e mban vendin, ndoshta edhe stresi ankthi një ndeshje të rëndësishme për Marcelo Troizin gjatë gjithë kohës në këmbë, duke shqiptuar ato pak fjalë shqip që di, duke ju referuar lojtarëve të tij. Jenë një tjetër goditje dënimi në favor të skuadrës Kuksit në një pozicion balluar me kuadratin e poshtës, megjithatë distanca është e konsiderueshme. Jean Carioca do të provojë ndoshta të gjejë pika takimi. Është një pozicion që rrallë herë ndodh në një ndeshje futbolli, tash jemi në dilemë. Defansiera në këtë rast Flori është që kemi ndarë dy shtatlartët. Malota në njërin krah, Shameti në krahun tjetër. Shkojmë topin edhe në zonë me njëherë për Shametin, më pas kjo mundësi në rrjet 1-0, por ka flamur të ngritur lart. Ka flamur të ngritur lart. Pozicion jashtë loje protestit e vendasve. Duket i bindur Denis Rexha. Përsëritja e rastit do na bindë neve, ndoshta edhe shikuesit për të kuptuar se çka ndodhi. Ndoshta kishte momentin e parë Shameti. Pa dyshimi është që Shameti është në pozicion e shtrembur. Shej, Mici. Flores për rrugën dribblime ndal Sabien Lilaj. Sabien Lilaj lojtari kujtoni që i dha atë fitore tepër të rëndësishme fazën e 4 të sezonit kaluar, duke ndihmuar Skënderbeun për të mbrojtur titullin kampion në këtë stadium. Jefferson. Rrezikon me turpin e mbajtur Jefferson, megjithatë kthen prapa Koci. Lima. Por Radas nuk rrezikon asgjë, largon tupin. Këtu në fazën e parë, skuadra e Skënderbeut fiton me rezultatin 1-0. Goli shumë nga bulgari Hytsov. Musove. Jefferson. Topi që përfundon jashtë në vendin anësore. Më shumë dëshirë nga vendasit. Po kështu është ndeshja. Për sa kohë do të luhet në Kukës, iniciativën edhe do ta ketë ekipi vendas. Nika. Uno disi anzi Nika. Malota. Trish Nika. E ka ndalur Progni në minutë saktë. Këtë Pitro Leinga është mjaft i rrezikshëm. Kjo goditje jo më shumë fortë se në ka ndalur Koci. Elementi kryesor goditja këtë Befasin.
Pastaj forcën edhe largësinë nga porta ishte e madhe. Po befasi ishte e ndryshme. Edi dhe Shameti largon Koci. Flores. Radas. Shej. Malota. Flores nuk e kontrollon topin siç duhet. Angeli edhe njëtë Flores, provon një kalim. Mici. Jefferson. Musolli zhvendos lojën në krahun tjetër. Hallaçi driblon Berishën. Edhe Hallaçi vendosën në qendër. Flores. Kapsir gjeti Flores. Kjo goditje topi që devijohet dhe përfundon goditje nga këndi. Vion presioni skuadrës zëndase. Me shumë eksperiencë Hallaçi. Me shumë eksperiencë Hallaçi. Arriti të kthejë një top në afërsitë zonës së rrethësisë, pastaj Flores me tentatinë e tij. Topi në zonë është devijuar. Jefferson. Edhe i lidhe krahun e djathtë. Jakminika për Hallaçi, shkon këtë kalim jashtë mirë Hallaçi. Vjen me pas krosimi, po në duart e Shejt. Fantastik Hallaçi. Shameti, sërish një dalje jo e mirë dhe ka një mundësi të sulmi skuadra e Skënderbeut me Hamdi Salin. Krahun e majt, pasimi në hyrje të zonës. Lilaj vjen e fort, goditje topi që devijohet më pas. Koci eviton një goditje nga këndi. Kjo është goditja Sabien Lilajt. Por dhe ky është ritmi i një ndeshje ku luan kampioni dhe në kampioni i edicionit të shkuara apo i tretë edicionit të shkuara. Shkon në një tjetër ide mjaft e mirë Hallaçi për shërbyer në shtyllën e dytë. Gjithsesi nuk e realizon plotësisht. Topi jashtë. Alban me siguri ka patur përqëmëri maksimale në zonën e Kuksit përsa i takon rasteve të krijuara. Rasteve të krijuara, mbi të gjitha dhe goli të anulluar, sepse në atë pozicion ku janë ata thjesht e vetëm mund të bëjnë atë ritualin duke u ankuar tek asistenti, sepse pothuajse është e pamundur për të dalluar për një pozicion jashtë loje, megjithatë duken që janë më të qetë te Korça. Ndërkohë, tjetër mundësi për skuadrën e Kuksit. Në hyrje të zonës, Karioka me këtë goditje që përfundon jashtë kuadratit. Një mundësi mjaft e mirë sërish për skuadrën vendase. Ishte Jean Karioka, e pati shumë afër kundërshtarin dhe nuk pati kohë për të koordinuar dhe për goditën siç duhet. Edhe një tjetër është mjaft aktiv Erik Flores. Kjo është goditja e Jean Kariokës. Ola Inka. Zhveni Ansore. Kjo është ndeshja e katërt për llogaritë e javës së 11 të kampionatit tonë. 3 takime luajtën e djeshme, ndërkohë që javë do të ketë për epilog takimin e orës 17 në Qemal Stafa, Tirana Laçi. Musolli. Nika ka godit dënimi. Musolli. Jefferson. E bon krejtësisht Jefferson. Progni. Sabien Lilaj. Mëno disi Lilaj. Kthehet Jefferson. Ta në gjëra që nuk duhet i bëjë një lojtar, gabojnë një pasim horizontal. Që në momentin që pasimi shkon me të jashtme, siguria fillon dhe bie, ose saksia e pasimit. Më mirë preferohet këmba e majt me të brendshme në saj sesa me të jashtme në të djathtës. Kanë ndryshim të madh midis të jashtmes të djathtës dhe të brendshmes së të majtës. Siguri maksimale ka vetëm pjesa e brendshme e këmbës, me të cilën duhet 80% e pasimeve në futboll. Ka goditje dënimi në favor të skuadrës korçare. Ka përfunduar jashtë ai top. Kemi lënë pas minutën e 10, vjen rezultati Kuksi 0, Skënderbeu 0. Shameti. Të këtë rëtove prapa të portieri Koci. Konfirmuar një pikë rëndësishme për skuadrën e Kuksit në pjesën e parë të këtij sezoni. Portieri Ervis Koci.
Goci. Devion Radës më pas Nika brenda zonës, mjaft mirë Nika. Dhe të majtë goditja, topi që mbetet aty. Dhe më pas kontrollon Orgeshej. Këtë mundësi mjaft e mirë për skuadrën e Kukësit. Kanë gjetur zvendësuesin e Pero Page, Kuksianët. Edhe për momentin edhe për shtalatësinë e tij edhe për goditjet me kokë, edhe për gjyluftimet na janë midis kundërshtarit të qendrës mbrojtës dhe vetë sulmuesit të Kuksianët. Topi vjen me vështirësi. Radas. Jashanica. Jashanica. Dhe shikoj me të top të lehtë. Ergon Salihi. Inston Yus Shamitit. Pas është Berisha në këtë duel me Musollin, e gabon ndryrja e Musollit. Të kota protestat. Ishte mbajtje e dukshme. Shkëmbi. Salihi. Berisha. Provoni kalimin e krahun e Majt Bernard Berisha. Topi ulët në zonë. Jem më pas një tjetër krosim. Dhe Mici devion në goditjen nga këndi. Edhe pse kundërshtarin e kishte larg, mendoj që veprimi i tij ishte i duri për ta nxjerrë topin jashtë vite. Rastin ndoshta kur portieri do të udhëzoj lojtarin mbrojtës sa afër apo sa larg e ka kundërshtarin e tij. Progni. Tani ka riveli ansore. Topi larguar pikërisht nga ana e Mateus Limës. Merr topi Mici. Ka liruar të dalë jashtë vijok vizuese në rivendin fundore. Kjo që skuadra e Kukësit ka një bilans tepër pozitiv në ndeshjet e luajtura në shtëpi, 5 ndeshje, 5 fitore. Ndërkohë që skuadra e Skënderbeut në 5 ndeshje të luajtura jashtë ka 4 fitore dhe 1 humbje. Humbje me Partizanin 2-1. Progni. Merr topin në lidhje Flores. Lima. Duhet mjaft mirë Mateus Lima. Mbron topin dhe shërben e krahun e Majt për Micin. Ka patur një tjetër sinjalizim për pozicion jashtëloje. Jo të kënaqur vendasit. Sigurisht bëhet fjalë për momentin kur është shërbyer Mici. Lilaj. Progni. Vonot Gerard Progni. Jashanica. Arapi. Berisha. I rezistoni ndryrë të Ancinikës. Kjo që nga sot Skënderbeu nis një tjetër cikël tepër të ngjeshur për sa i takon ndeshjeve në këtë edicion futbollistik. Jetë sot në fush, të dielën do të pres Tërbunin, të njëjtën do të jetë në Stamboll. Shohim më pak të aksion Peter Olainka brenda zonës. Olainka kërkon hapësirë. Edhe Olainka për pas Berisha, gabon krejtësisht. Bernard Berisha çfarë mundësie? Një herë gaboi Olainka, i cili nuk e mori topin siç duhet brenda zonës së hapësisë, pastaj u shoqërua nga Berisha me këtë gjuajtje të pasakt në drejtim portës. Në një terren të tillë, artificial, sigurisht është tepër e vështirë për t'u ankuar, për gjetur alibi, ndryshe nga një fushë përballje natyral ku krijon. Nëse ka diçka që futbollisti e gjen me shpejtësinë maksimale është justifikimi. Sa herë që mund një top, gjithmonë e ke justifikimin më të gojës. Shkëm aty dalim mjaft mirë të Olainkës. Progni. Hallaçi. Largon topin e goditën nga këndi.
Falni parë për kapitenin Rahman Hallaçi. Berisha nuk e kemi parë në rolin e shërbyesit. Të pjedhur mjaft mirë brenda zonës. Rivenan Sore i takon skuadrës së Kuksit. Nika. Shtë dhe Anci Nika të përlartë e top për Kariokën. Shkëmbi. Jashanica. Vice ka ditu të balanzoj lojën skuadra e Skënderbeut për minutët e fundit. Hallaçi, Shameti, edhe ide Hallaçi. Me pasimin e dhënë pikërisht për Anci Nika brenda zonës. Flot Radas edhe një tjetër ai mbyll hapësirën. Perfekt, Marko Radas. Karioka, Nika. Karioka. Edhe ide për Nika në krahun e djathtë. Pranti Arapi. Asiston Anci Nika. Fiton goditën nga këndi. E vetë një gjë që mund bënë në pozicion. Barazon numri goditën nga këndi me 2-2. Lartë në zonë me pas Shameti. Ka rinë godas në kuadratin e Portës. Ishte në dilemë të pasoj drejt zonës rëpsist për pjesën të lojtarëve apo të gjojnë drejt Portës. Në këtë më të dyshje e qoj topin një pozicion që... Skusin shumë largë për tentuar ndoshtë një goditje në kuadrat. Në momentin e fundit pa që në atë pjesë të fushës brenda zonës ku do të pasonte nuk ishte asnjë lojtar. Mici. Flores. Shkëmbi, Lilaj. Edhe dhe Shkëmbi. Bangjeli. Radas. Arapi del fitues në dueli me Kariokën edhe ide Radas. Është Arapi falni. Rivenan Sore takon skuadrën Korçare. Berisha. Shkëmbi. Progni. Rrethin e mesit fushës është Sabien Lilaj, por rikubron Malota që provon një kalim pas është Erik Flores, është mjaft i shpejt. Jeti Flores provon një tjetër kalim, por Lilaj kthehet dhe rikuperon pasimin e tij gabim, të cilin se bëri përgjatë 90 minutë të tërë ndeshjen me Gjorgjin. Berisha. Tjetër lëvizje mjaft e mirë e Bernard Berishës. Janë dy kundërshtar pranë tij. Vjen pas ky krosim në hyrje të zonës. Lilaj. Progni topi lënë për Salihin. Në hyrje të zonës Salihi. Të majtë goditjet. Ka një devijim dhe tjetër goditje nga këndi. Fion të luat me një ritëm tepër të lartë dhe me situata të rrezikshme që zhvendosen me shpejtësi sa nga një raport në tjetrën. Po ama një detyrë kryesore ka mbrojtja e Kuksit. Është e pamundur që të lihet i pamarkuar Sali sepse rreziku që ka noset nëse ai do të jetë i lirë dihet nga të gjithë. Lilaj. Radas. Arapi. Ka i devim nga ana Malotës decisiv ajo në hyrje. Tjetër topi kryesuar. Hallaçi ndal dhe largon topi nga zona. Arapi. Berisha në rolin një mbrojtësi. Jashanica. Progni. Ka rritë të mbajtë topin brenda vjog vizueshe. Alban ndoshta loja shpejt i ka lënë në pak në dilemë dhe trajnerët. Trajnerët mund të vazhdojnë të konfirmojnë që është më ekspresiv, më emocional Marcelo Troisi, ndërkohë që Josa me atë qetësinë e tij që ndron për krah ndihmësit sendit të tij Klaudiat Bozhiqi. Megjithatë po asistojmë një super ndeshje ylli, këtë duhet të vazhdojmë ta theksojmë një ritëm të jashtëzakonshëm. Vjen keq për tifozët që në këtë kanë humbur të ndeshje, vetëm një pjesë e tyre kanë shfrytzuar një stadium që është pothuajse gjysma më shumë se gjysma bosh. Qëndron në shtrirë Berisha ndërkohë, ka marrë një goditje. E Progni e largon topin.
I nervozuar Berisha me arbitrin, Jemini ka lejuar avantazhin, ndërkohë që Berisha reagon. Dhe ai reagim bën që Jemini ta thras për ta këshilluar, ndoshta jo për ta ndëshkuar. Duhet të theksoj mbyllë diçka tjetër që janë disa ndërhyrje që po bën ndaj Berishës, e mbi të gjitha disa provokime që bën nga tifozët, që nuk besoj se është era pare dhe do të jetë era fundit për një futbollist për ta stresuar, për ta nervozuar edhe më tepër në këtë ndeshje. Gjithsesi po i përballon mirë deri tani Berisha. Gjithsesi Alban mendoj që për sa kohë topi është në qarkullimin e lojtarëve të Skënderbeut, arbitri ka të pamundur ta ndaloj lojën. Loja e avantazhit është varianti më i mirë zgjedhur nga arbitri. Ndoshta pretendimi i Berishës ka qenë për një ndëshkim me karton kundërshtarit, vetëm kjo. Shkëmbi, Salihi, gjithë një jetë dhe Berisha, është martohet mjaft nga Karioka. Lima, Arapi, Berisha, marrën të buletar Dhënas, Musolli, edhe zonë topin Lilajt, Progne, ka mundësi të nxjerrë përpara skuadrën, është Peter Olainka, më pas Malota, me këtë top shërbyer me tepër fort në zonë dhe një mundësi për Ansinikën. Apo jashtë Anica Pranti, Nika arrin ta kthej. Ka patur dirim dhe goditi nga këmbi. Bën diçka nga Mira Ansinika. Ai top që u duk si një spastrim zone nga mbrojtësit e Kuksit, u shndruan në një asist për Nikën, i cili derisa shkoi në atë kundërshtim në bion fundore, korren kishte si zgjedhjen kryesore. Duke luajtur minuta 24. Topiullët ka larguar Peter Olainka. Hallaçi rikthehen topin në zonë. Malota ka ullur me pas Mateos Lima. Vjen goditja dhe rrjeti 1-0. Realizon braziliani Mateos Lima. Kuksin e përsi. Një veprim jashtë i mirë Flori. Stopim, qetësi, inteligjencë, gjuajtja e saktë brenda zonës. Jo më kot thash e kanë gjetur zvendësuesin e Pero Pejićit Kuksianit. Të gjithë në këmbë, të gjithë në fest, Kuksianët duke u gëzuar këtij goli. Tepër i rëndësishëm janë e përsi ndaj kampionëve të Skënderbeut. Fest në tribuna, por me siguri edhe në stol. Alban, I gjithë stoli nuk besoj kanë mbetur një njeri tek stoli në vend, ka shpërthyer gati kanë hyrë në fush. Një gëzim i jashtëzakonshëm tek stoli i Kuksianëve me Marcelo Troizin apo dhe Hasan Likën, gjithë lojtarët që janë rezerva sot kanë shpërthyer sepse ka qenë një gol shumë i bukur dhe kjo ndoshta ka entuziazmuar edhe më tepër bankinën e Kuksianëve. Ka tymuese të hedhura nga tifozët. Duhet shkoj kapiteni Hallaçi për t'i bërë thirrje. në njëjtë situatë në çdo javë, në çdo ndeshje. Ky është momenti më i mirë për Kuksin. Është në avantazh, pse duhet ndryrim tifozët me takellësit apo me timësit e tyre. Megjithatë entuziazmi ndoshta çon. Vetëm për t'i dhënë një job klubit. Për sa kohë ke mundësi ta fuzësh timësin në stadium, besoj që po e patëm vetë do ta hash. Rritis nga qendra e topin e luajtur tani më nga lojtarët e skuadrës së Skënderbeut. Sa po mbajt shënim ylli nga delegati i ndeshjes, sendet e hedhura tymueset, nuk besoj do të kaloj pa gjop. Normal në çdo rast që shënon ndërprerjet e lojës janë që kalojnë linja në komision të disiplinës. Shkëmbi. Progni. Ka rëshitur në këtë moment e Progni, vjen një ndryrje Jefferson. Vangeli. Mjaft mutarak Francesco Jefferson. Shënimi i golit si edhe ndryshimin e raporteve në fush. Tashmë Kuksi do të kalojë në administrimin e rezultatit, Skënderbeu duhet të jetë më agresiv për të synuar golin e barazimit. Lilaj. Top kaluar me skëmbë, duke shërbyer për Renato Arapin. Topi devijuar dhe vjen tjetër goditje nga këndi, është e katërta për skuadrën koçare. Por që tashmë Shkëmbi zbret për të ekzekutuar goditjen nga këndi, nuk është më Berisha që do ta ekzekutojë. Kapiteni Bledi Shkëmbi. Topi në zonë, largon Malota. Shkëmbi.
Berisha. Topi në hyrje të zonës. Tërguar me tepër forcë, nuk ka si mundësi për të arritur dhe nga dy lojtarë të shpejtë që janë Flores dhe Carioca. Sabien Lilaj. Topi dhe me tepër forcë për Ola Inkën. Kantima Lota. Përkja e fundit pikërisht të mbrojtësit. Gerard Progni pranë këndit, bëhet gati për të ekzekutuar të pestën për skuadrën korçare. Pyetje Jashanica. Nuk arrin të gjejë kuadratin e portës në këtë moment Bajram Jashanica. Po distanca e madhe nga porta e populluar, zona e populluar me lojtarë. Top shumë i vështirë për të kthyer në gol. Pamdjet ndaleshin kryesuesit e Partizanit. Ndoshta sot është rradha kampionëve për të dhënë një mundësi edhe skuadrave të tjera për të ofruar kreut. Çdo gjë është e mundur në futboll, sidomos në këtë kampionat me 4 faza. Jashanica. Ola Inka, Lilaj, Flores. Këtë Lima nuk arrin ta prekë dot top. Vangeli. Theksojmë që në stadium vazhdojnë të shtohet numri i tifozëve, nuk e di hyn me bilet apo pa bilet, megjithatë ka në dy hyrjet qendrore prapa portës ku shnua goli në skajt e saj, vazhdojnë të hyjnë persona, vazhdojnë të hyjnë tifozë, ndoshta mund të bërë kurioz fakti që Kuksi është në avantazh 1-0, në këtë bërë që t'i ndjekin më afër. Shpejtësia me cilën po hyn Alban vështirë që janë duke kontrolluar dhe duke çekuar biletat. Siguri pa bileta. Pa bileta pasi është shënuar goli, se unë kam përshtypjen se do të shpresojmë shumë. Nëse ka një çast ku morën ndeshje, çasti më kulmor është shënimi i një goli. Nëse ti humbat, kam përshtypjen që pastaj edhe çmimi i biletës mund të rretohet deri në faljen e saj, mos pasi e pagesë për të në stadium. Topi që merret njëherë nga Jean Carioca, pas është Erik Flores, sërish Flores, proponi goditje, topi të devijohet më pas Orges që ishte më i favorizuar në këtë duel shpejtësie, pikërisht me Mateus Limën. Jefferson ndërhyn në mënyrë të gabuar ndaj Ola Inkës. Kalon një këshillim dhe Jean Carioca. Shkombi. Radas. Ka larguar Shameti. Arapi. Salihi. Ka gabuar në këtë moment e Progni. Jefferson. Pasim në qendër për Cariocën. Po zhvendosen në krahun tjetër Mateus Lima. Nuk e kontrollohet të top siç duhet. Ndoshta si ishte topi i tij, ishte adresuar për tek Erik Flores në krahun e majt. Progni. Ndeshja që merr një tjetër kuptim në momentin që stadiumi është edhe më i mbushur, ka më tepër entuziazm nga ana tifozëve. Lilaj. Arapi. Shkëmbi. Berisha, topi edhe në zonë. Ja, larguar në këtë moment Shameti. Jashanica. Në zonë e Malotës. Jefferson. Radas. Të mirë pozicionuar në mbrojtje lojtarët e skuadrës e Kuksit. Salihi. Roni pasim në qendër. Pak të që Ramli Salihi ka kërkuar më tepër lëvizshmëri nga ana e shokut të tij të skuadrës. Po pa dhe ndryrën nga pas. Nuk di Alban nëse ka ndryshuar diçka në humorin e Mireliosës. Pothuajse fare Yli. Pothuajse fare, jep një udhëzim, po me gjysmë zëri, si Shpetjosa, që është pothuajse pamundur për të dëgjuar nga futbollisti. Radas. Shameti.
Topi që merret nga ana e Berishës kërkon Salihin. Një sak shërbimi Jashanica. Vangeli. Ka ndërhyr të Micit. I atë nuk arrin të shërbej pikërisht për Flores. Fokusuar dhe stori skuadrës së Skënderbeut. Lilaj. Radas. Shmak topin në këto moment nga ana e Musollit. Lima. Arrin të mbajë topin brenda vjetëse autori i golit Mateus Lima. Është gol shënuesi mirë për skuadrën e Kucit. Interesant është fakti ylli që 4 fitoret e fundit, kujto skuadrave, më tepër të Kuksit, kanë qenë minimale 1-0. 4 fitoret e fundit. Për Limën ky është goli i 5. Kur që gola shënuesi më mirë Skënderbeu i kampionatit është Salihi në kotën e 8 golave. Kotë pikërisht Salihi. Mbron Allaçi e topi që përfundon jashtë. Shumë në këmbë dhe Marcelo Troizin. Mund të themi kuriozitet ylli që vërtet qëndron në këmbë, por në pjesën më të madhe duket sikur është komentatori i ndeshjes në radio. Realisht, aq shumë flet, aq shumë komenton pothuajse çdo veprim, çdo pasim. Kjo mendoj unë që është një shenjë e tensionit lartë që përjeton këtë ndeshje. Ka ndërhyr të Erik Flores, gabuar ndaj Froglit, Leon Bluet. Mici. Kodi i Erik Flores, Radas. Vangeli. Je sigur Vangeli pas kënë hyrje në kovën e kapitenit Shkëmbit. Përsa këtë topi ishte i diskutueshëm, pra as i Shkëmbit, as i Flores, unë mendoj që arbitri përveç fallit shkaktuar, më fal për Flores dhe më fal Shkëmbit dhe Mici, mendoj që arbitri nuk mund drejtonte kartonin e verdh, sepse ishin topi diskutueshëm kundra kohës, i cili mund të shkaktojë një fall pa dashje. Ishte ndeshje tepër e rëndësishme për të dy ekipet, megjithatë shumë fair play deri në këtë moment, vetëm 7 faulla shkaktuara dhe asnjë karton i verdh. Jean Carioca. Topi i hedhur drejt kuadratit të poshtë aty ku kontrollon pa vështirësi Orgesçi. Musolli, çpak me fat. Edhe dhe Musolli. Prekja fundit e Sabien Lilajt. Pavarësisht se me 3 kundërshtar arrit të krijojë panik. Bernard Berisha është i kërcënim konstant me shpejtësinë e tij. Në raport me atë ndeshje decisive të luajtur erën e fundit këtu në Kukës, Berisha nuk është në gjendjen e tij optimale. Ka një lojtar të dëmtuar është Anci Nika. Shumë largë e godit dënimi për të krijuar ndonjë shqetësim veçantë për vendin ku ekzekutohet. Krosim drejt zonës rëpësisë. Që do në shumë thellësi mbrojtja. Aguma Lota. Pas është Jefferson. Nuk arrin ta hedh pas shpinës së mbrojtjes atë top. Berisha. E duelin me Jefferson, Berisha, prekja për pikërisht të sulmuesit të Skënderbeut. Një tjetër element që duhet tekstuar në këtë pjesë të parë është fakti që Skënderbeu ndoshta ka qenë i pafat në momentin e caktimit të fushës dhe kur do të luajë topin, sepse ka diellin përballë, një faktor që ndoshta po e kushtëzon deri diku si portierin po ashtu edhe lojtarët. Carioca. Allaçi. Edhe dhe Carioca në duelin me Renato Arapin. Ka shkaktuar një gabuar në këtë moment mbrojtësi i majtë të Skënderbeut.
Përsipër gjithmonë Jean Carioca ekzekutimin e goditjeve të dënimit, ndërkohë që avancojnë sërish në zonën e Skënderbeut, 7 laftët, Malota Shameti. Carioca, tepër i lartë, ai top në zonë. Shameti, I cili për thënë vërtetë ka prekur çdo top të krosuar në zonën e rreptësisë Skënderbeut. Në të gjitha pozicionet në të cilat është adresuar goditja e dënimit në favor të Kukësit. Mitsi, Shkëmbi, Lilaj, shërben e djathtë ku gjendë Vangjeli. Progni, Koto Lainka afrohet pranë tij Malota. Shkakton një gabuar Malota. Të element që mund të lojtarët mund të tregohen të kursyer, sulmuesisht me shpinë nga porta, është pranë vijës sansore. Mjafton që ta ruaj. Të mbrosh në momentin që ai mos ketë në fytyrë nga porta jote. Progni, top i rrezikshëm. Takon Malota në rivjen ansore. Shkëmbi. Progni. Progni jetë Shkëmbi dhe ai top që mbetet brenda vleu vizuese. Vangjeli. Orgesçi. Gjeshameti. Berisha. Pasim në kreu në majtë Renato Arapi. Në një krosimi lartë ka larguar Malota. Heziton Progni. Mitsi. Top që kishte përfunduar jashtë. U vonuan së tepërmi Gledi Mitsi. Lilaj. Plot Arapi. Rivjen ansore. I përsëritur aksioni pak çast më parë. Fanatik Shameti. Duele me kundërshtarin. Top që merret mjaft nga ana e Erik Flores. Shërbet Nika. Duel me Jashanicën. Del fitues Jashanica. Shej. Shtem pressing, lojtarët e Kukësit ka larguar Jashanica, nuk arrin përfiton Nika. Arapi. Top që kthehet. Jefferson. Top është jashtë, ndërkohë që ka një lojtar të dëmtuar. Është Jean Carioca. Është duke mbyllur minuta 40 në Kukës. Kukës u taq 1-0 ndaj kampionëve të Skënderbeut, fal një golit të Mateos Limos në minutën e 24. Një moment frymëmarrje. Por edhe që pas kësaj minute ka arritur të administrojë mirë rezultatin e fituar në fushën e lojës. Momentin nuk kemi pas një rrezik në portën e Kocit. Ylli mund të them që është moment frymëmarrje edhe për trajnerin Marcelo Troisi, sepse ai shumë flet, duket kur bën pressing skuadra, bën ai pressing me fjalë. Edhe ai po merr frym tani. Shumë ndërsa nuk e pani. Troisi dhe Lika. Duket Troisi jep Një brazilian dhe një gjerman në stolin e Kukësit. kombinim dhe gjë interesant. Di se si ndahet ajo ndeshja 7-1 ka vënë Gjermanisë midis tyre. Vangjeli. Radas. Lilaj. Arapi. Berisha. Anti Allaçi. Lilaj. Sulmon nga Musolli. Jashanica. Radas. Që merret në këtë moment nga Mateos Limos.
Musolli. Mbet devastin aksioni synues për skuadrën vendase. Mici. Për Flores. Të kthyer prapa. Dhe Orgeci do duhet dalë për të evituar rrezikun. Edhe Evangeli. Dyer gabim. Ka goditur dënimin e tablet të skuadrës vendase. Ky dueli. I jepet një të mundësi skuadrës së Kukësit të shfaqet gjithmonë kërcënuese në goditje standarde në kufit të zonës kundërshtare. Në të përqendruar Shej, Mici dhe Karioka. Si lajm shtyp në ditës që është përqendruar turistët tek goditja standarde. Gjithë fjalës. Lartë të zonë. Ka një ndërhyrje të saktë të Marko Radas. Kërcënues pas ti gjendaj pikërisht Renato Malon, ndërkohë një top të larguar nga ana Bernard Berisha dhe Jusiku në sulmi. Berisha dhe Jean Karioka. Në vend të zhvendosur në ekran tjetër. Mici. Do të vazhdoj. Shkëmbi. Për një grosimi i cili vjen i lartë në zonë, pas është pikërisht Jean Karioka që devijon në nga këndi. Nga një situatë rrezikshme në portën e Skënderbeut, një kundërsulm tepër kërcënues. Zonën e skuadrës së Kukësit, këtu është pretenduar për goditje dënimi, gjata ishte shumë afër distanca. Gjyqtarët lejon të bluet. Topi në zonë. Ka një devijim dhe topi që përfundon jashtë. Por ka dhe një lojtar dëmtuar brenda zonës së rrethsisë. Nëse nuk gaboj është Musolli. Pikërisht Musolli. Ndërën një shtrirë Besar Musolli. Sezonin 4 që luan për Kukësin, 26 vjeçari, ish futbollisti i Prishtinës dhe Hysit në kampionatin kosovar. Tu është momenti ku nisi kundërshtuar për skuadrën e Kukësit. Ishte pikërisht Berisha, si zakonisht tepër kërcënues në inkursionet e tilla. Është me një lojtar më pak skuadra e Kukësit, ku që është duke kronometruar minuta e fundit e pjesës parë. Devion Mici. E kjo është goditja 10 nga këndi, 7-3 për Skënderbeun. Po të kemi vetëm një minutë shtesë. Topi lart në zonë. Ka i godim me Kuk. Pikërisht një jashtë anica me gjithë asnjë problem për portierin Koci. Merë të gjitha sekondat e nevojshme portierit skuadrës së Kukësit. Kthehet Musolli. Salihi. Të vetëm prapë është marrë mjaft mirë nga ana Erik Flores, ka një sekondë në fund gjithë Flores. Ndal Shkëmbi. Goditur dënimi. Për këndë karton. Gusip Dëndas. Është në shkuar. Bledi Shkëmbi. Kartoni i pari Verdit dhe në këtë ndeshje. Ishte mjaft e luftuar, mjaft interesante, por gjithsesi shumë fair play mes futbollit të dy ekipeve. Asnjë tendencë për dëmtuar kundërshtar. Shkëmbin ky ishte kartoni i dytë i verdhë në këtë kampionat. Këndeshë gjykot nga gjyqtari më i mirë dhe gjyqtari më i mirë është Jo, doli edhe Albani është këtu prezent, ndoshta ka sjellë Albani nga shtëpia. është përcaktuar distanca me Sprite. Unë Karioka, po ishte tepër e madhe distancë. Në këtë moment e dëgjuan të sjellësimi kryesor Lorenzo Emili mbyllet pjesa e parë këtu në Kukës me rezultatin 1-0, vendos diçka një gol i realizuar nga ana e Mateos Dimi në minutën e 24.
ndërkohë që do të kemë ndoshta një lidhje edhe me Alban Xhiani. Po, Ylli, jam me Ylli Shametin që mbyll një pjesë të parë. Një tjetër përshëndetje mi të Super Sport, ku sa bëhet gati për filluar pjesa e dytë takimi mes Kukësit dhe Skënderbeut, kujtojmë në 45 minuta të para ka dalë fitues vendasit me rezultatin 1-0, decisiv gol i realizuar nga Mateus Tima në minutën e 24. Doja me njëherë një komunikim me Alban Xhianin për të përsuar për lëvizjet e skuadrave. Asgjë tek Kuksi, por menjëherë tek skuadra e Skënderbeut, sapo zhvillur pjesa e parë, Latifi ka qenë në nxemje dhe ka zënë vendin e numrit 7 Gerard Progri. Nuk dyshon asgjë paraprakisht përsa i takon edhe skemës dhe mënyrës gërës. Një zvendësim kokë me kokë, Flori. Por edhe një zvendësim i përhershëm, do të thoja, shpesh herë ndrojnë vendet me njëri tjetrin, Progri dhe Latifi, edhe në Europa League dhe në Kupën e Shqipërisë, po ashtu edhe në kampionat. Isha gati. Kredencializimi i Lorenzo Eminit. Isa pjesa e dytë me topin e lëndë nga qendra nga lojtarët e Skënderbeut. Kampionët duhet të rikuperojnë një gol, ase nuk duan të largohen të mundur nga Kuksi. Radas. Angeli Lilaj. Latifi. Toj pari për Greti. Latifi në duel me Nikën, topi që është marrë në këto momente dhe provon Erik Flores. Kthehet Vangeli. Radas. Shej. Në zonë e Ola Inkës. Salihi mjaft, mira i topi dhënë për Ola Inkën që preferon një tjetër kombinim në krahun tjetër. Mitsi dhe Latifi. Por ky është një nga problemet dhe një nga rrezikshmëritë më të mëdha që përmban ky stadium, pjesa e betonit. Ndajnë rreth 5-6 metra, besoj nga vija anësore dhe në një duel të tillë është shumë i rrezikshëm. Ku rrezikoj shumë dhe Latifi. Për fat nuk ka asnjë problem. Lydon Latifi. Carioca. Ka top të prekën me dorë nga Carioca. Nisë me shpejtësi Olainka. Berisha. Në duel e Musollën dhe i dhe Berisha. Vënë një tjetër driblim, topi që kthehet në zonë dhe pas Lilaj. Është blokuar nga Mitsi. Vion aksioni. Topi që mbetet aty për Salihin. Leon avantazh vitale, ka një ndërhyrje të gabuar. Ka një cikël në sulm në skuadra e Kukësit. Jean Carioca. Ansinika. Edhe i dhe për Jean Carioca në krahun e djathtë në zonë që di Jean Carioca, topi kthyer në krahun tjetër, por Lilaj është në pozicionin e duhur për të evituar një vend vështirë. Përshkroi Lilaj rreth 80-90 metra sprint. Imagjinoni, ishte lojtari i cili goditi portën në portën kundërshtare dhe kthehej të rikuperojë një top brenda zonës së tij tërësisë. Ndihmon regjia. Shku është Sabien Lilaj nga zona në zonë. Fantastik Sabien Lilaj. Një rastësisht është pjesë e planeve të trajnerit Xhain Debiazi, aktivizuar së fundit ndeshjen me Gjorgjin. Por gjithmonë një futbollist që arrin të lërë gjurmë në ndeshjet e kampionatit tonë, ndeshjet e Skënderbeut, apo veçanërisht edhe në Europa League. Një futbollist i kompletuar, shumë i saktë në pozicion, aftësi fizike të jashtëzakonshme. Ka një problem për Renato Malotën, largohet duke çaluar nga fusha. Ka dhe lëvizje për t'i ardhur për t'i paraprirë, ndoshta një të papritore. Franz Veli është në nxemje, në rast se Malota, edhe pse duket se nuk do të ketë probleme, gjithsesi bëjnë detyrën tek stoli i Kukësit. Ka shkuar për të ekzekutuar një goditje nga këndi Mateus Lima. Ka treguar qartë Jemini se çfarë duhet të bënte. Duhet ta largonte jashtë atë top.
Radas. Arapi. Radas. Vangeli. Kutsalihi në hyja e Malotës. Nika. Marrë goditi Vangeli në këto momente. Është pikërisht Nika që vazhdon lojën. Mori goditje për të ardhur ndihmë Vangelit në mënyrë pa vullnetshme. Ishte goditje në mënyrë pa vullnetshme, ishte pikërisht përpara arbitrit të katërt, nuk kishte asgjë dasha keqe, thjesht rastësore. Shfaqet i qetë Marcelo Troisi. Është rada e Korçarëve t'i kthejnë topin Kuksian. Në kujdesin e stafi mjekësor Kristi Vangeli. Lilaj. Topi kthyer në zonën ku gjendet portieri Koci. Këto në 10 ndeshjet luajtura në kampionat, ndërmjet të dy ekipeve janë 4 fitore për Skënderbeun, 3 barazime, 3 fitore për Kuksin. Një fitore e Kuksianëve do të vendoste gjithçka në barazpesh. Nika. Shkakton ndryrë gabuar Anci Nika. Abazi dhe Ademir në nxemje për Skënderbeun. Në krah vjetër vetëm Veliu. Eskerdia jo. Duket po ruan për ndeshjen e Europa League. Brazilian Eskerdia. Po që merr mjaft mirë nga ana Erik Flores dhe ka mundësi kundërshtuar në shikonin të dalë të shpejtë Erik Flores vendos në krahun tjetër për Anci Nikën brenda zonës. Anci Nika përballë Radas edhe edhe Anci Nika kryon hapësirë, por nuk arrin kryesoj, ka ndalur Kristi Vangeli. Sërish Anci Nika mbet devastin aksionin sulmues për skuadrën vend asë më pas Nika. Ishte shumë më i avancuar Mateus Lima në shtyllën e parë. Mitsi. Lilaj. Egon pikërisht Flores. Radas. Shkëmbi. Olainka. Berisha. Kodiri e shkëmbi, por jashtë martohet mjaft mirë nga Musolli. Lima. Mbron mjaft mirë topin Lima. Provon të fut në zonë Lima. Laset me Jashanicën. Brazilianë është Skërdinja në nxemje. Janë 3 tani. Soza, Abazi e Skërdinja. Shumë të motivuar lojtarët e Kuksit në këtë fillim të pjesës dytë për të mbritur rezultatin e fituar në pjesën e parë. Jashanica për Renato Arapin. Jean Carioca. Shameti është shumë i sigurt. Mitsi me kokë. Vangeli. Retove nga Flores. Mitsi. Edhe një tjetër Gledi Mitsi. Provon një vertikalizim dhe është mjaft i mirë këto për Mateus Limën. Brenda zonë përballë portier Lima, godet 2-0. 2-0 Kuksi. Sërish Mateus Lima është ai që udhëheq skuadrën e Kuksit drejt një fitore e tepër të rëndësishme në këtë pikë të kampionatit. Për gjithçka mjaft mirë. Tregoi forcë, tregoi potencë, mbrojti topin mirë, shmangu kundërshtarin, shmangu çdo ndryrë të kundërshtarit, tribloi dhe portierin me gjuetin drejt portës. Merit kryesore ka dhe pasimi i Mitsit ishte një pasim perfekt në të jashtmen e të majtës, një korridor i gjetur, një vertikalizim i gjetur. Alban duket shija e fitores mbizotron tani më dhe në storin e skuadrës së Kuksit. Sigurisht jo vetëm në stol, por edhe gjithë stadiumi tani duhet se ndjejnë gjithmonë më afër fitoren. Më i gëzuar absolutisht është trajneri Marcelo Troisi. Është ai që është ka gëzuar më tepër se pjesa tjetër, po thuaj se ka bërë gjithat pjesën para stolit e ka bërë me kërcimet e tij nga gëzimi, vërtet një moment pozitiv për ta.
Një gol tepër i rëndësishëm realizuar nga ana e Mateos Limës. 2 golësh i realizuar në këtë ndeshje, i pari për të në këtë kampionat. Ja realizon pikërisht skuadrës e cila nuk pati besim tek ai. Ndoshta e për ligjur, i vjen se mundësit të ofruara Olainka, Salihi, Hristov. Shkëmbi. Berisha. Topi në zonë për Latifin, ka hapësirë gjithi Latifi. Kjo goditje që është bllokuar nga ana Shametit. Sërish Latifi pretendon pas Berisha. Po besueshme çfarë mbet. Bernard Berisha kishte mundësi për të japur gjithçka në këtë takim. Një mundësi e shkëlqyer. E shohim dhe një tjetër. Një ndeshje e futbollit nuk përfundon kur si do qoftë rezultati. Boll çonot një gol të ndryshojnë krejtësisht balancat. Nika. Kristi Vangeli. Musoli nuk arrin. Jefferson. Nika. Ka pozicion në shloje. Një element që duhet ta veçojë Flori ishte fakti që dueli Mateus Limës me Renato Arapi kur pati një tërheqje të dukshme, megjithatë nuk u llastuan në atë moment. Mateus Lima rezistoi. Ndërkohë Jean Carioca kalim jashtë mirë Jean Carioca përballë portierit. Nuk ka asgjë, do ta shdoj. Finon dueli Radas dhe Jean Cariocas. Fantastik Jean Carioca. Maksimalisht emocionuese kjo super ndeshje. Edi dhe Flores. Është bilancuar skuadra koçare. Ansi Nika vendosën në qendër. Ti Nika me pasimin e dhënë për Flores në hyrje të zonës, edhe një ditë kërkohet Nika, por ndal Radas. Ndoshta duhet pasonte më Majtas. 2 mundësi ishin, o midis këmbëve të Radas ose në krahun e këmbës djathtë të tij, ai preferoi të parën. Berisha shumë pozicionin Radas. E gabuar në hyrje ndaj Bernard Berishas. Nuk di Elvan nëse ka ndërmend të ndryshojë diçka Josa. Josa për momentin ndoshta besoj se shumë shpejt do të marrë një vendim, por duket që është në momentin e tij ndoshta më nervoz. Edhe pse nuk duket që shpreh, por është në këmbë, paksa i habitur me atë që po ndodh me skuadrën e tij dhe për këtë disavantazh që do të jetë shumë i vështirë për të kthyer. Në drejt sepse reagimi s'po ndodh. Shkëmbi. Jenë si lezimi Emil me pas topi në zonë. Ka larguar Malota. Flores dhe Vangeli në këtë duel. Radas. Jo i saktë këtë pasim dhe ka një mundësi skuadra vëndase Flores. Driblon mjaft mirë Jashanica, shërben e krahun e majtë për Ansi Nikën. Afrot dhe Mici. Këti Nika vendosën në qendër. Nika provon një goditje. Jo në kuadratin e portës. Kanë marrë super gjiro. Për aftësi individuale që ka pjesa sulmuese e lojtarëve të Kukësit, çdo kundërsul mund të përbëjë një rrezik potencial për shënuar golin e tretë. Të ndeshjet që mund të luajë këta në ato momente kur Kuksi mund të luajë shumë mirë. Pra has vështirësi kur kërkon golin e parë, kur kërkon për të fituar, por na kujtohet shumë mirë të ndeshja midis Kukësit dhe Tuzës Dusit në këtë stadium, 3-0 në favor të Kukësit. Por një gol të shpejt dhe më pas zgjidhi diçka më thjesht. Megjithatë llogarit do të jenë tjera, besoj, të hënën në orën 17 te Uta Kuksi. Nika. Njafir Nika. I reziston ndyrës Vangelit. Mici. Musoli. Në prapa mënyrja e Olainkës. Nuk ka markim të afërt nga lojtarët e Skënderbeut dhe kjo gjithmonë një kohë vonesë në presimin që bën. Kjo jep mundësi çdo lojtar që të jetë në fushë, jo vetëm lojtarë me teknikë kaq të lartë sa Kuksi në bien sulmuese që ta përpunojnë topin shumë mirë, nxjerrin kundërako kundërshtarët e tyre të Skënderbeut. Kjo është ndërhyrja Olainkës, dukshme e gabuar. Lojtari ishte fare pranë. Carioca. Preferoni pasim për Micin. Vjen ky top i lartë në zonë, por asnjë rrezik për portierin Orgesçi. Këtë që në tribun gjendet dhe
një përfaqësues i klubit Beşiktaşit. Këtë sfidën në ditën e ardhshme, pikërisht me Skënderbeun. Informacioni duhet të jetë i plot. Për më tepër pas asaj fitore të bujshme të kampionëve të ndaj Sportivut të Lisbonës. Që më thënë vërtet i ka dhënë një shtyzë një dorë shumë të madhe Beşiktaşit. Është shumë interesante komentet e shumta që Sabien Lilek ishte në faqen e Facebookut nga tifozët shumë të skuadrës së Beşiktaşit. I pakënaqur Mici me vendimin e qytetarit ansor. Do të përshëndet edhe një herë tjetër. Duke u luajtur minuta 60. Kukse 2, Skënderbeu 0. Se Çkëmbi, topi rrezikshëm në zonë. Dhe më pas devijimi, pranë golit skuadra e Skënderbeut. Latifi. Sërish një topi edhe në zonë, të tentative me kokë. Salihi nuk arrin të gjejë kuadratin e portës. Shikojnë edhe një tjetër nga fare pranë është ai Ola Inka që godet, atë nuk arrin të gjejë kuadratin e portës. Tentativa e dytë. Mbi kuadrat goditja e Salihit. Në befason nga numri i shtuar i tifozëve në stadiumin Zeqiri Meri. Është më shumë se gjysma që është shtuar gjatë vazhdimit të këtij takimi. Në rast se nuk vinë në një ndeshje kundër rivalit të viteve të fundit, kundër kujt do të vinë edhe? Jo, më shqetëson që kupsi nuk është se të ofron elemente të tjerë të jetës kulturore sportive. Ndeshjet e skuadrës janë gjëja vetme argëtuese për një qytet të tërë. Çmimet e biletave janë simbolike. Vetëm 200 lekë. 200 lekë, një herë në 2 javë luhet. Ose kush ka krahat e fortë dhe është i gjatë, mund të kalojë dhe gardin, siç kanë bërë dhe shumica. Çfarë? Shkëmbi. Arapi. Berisha. Manipulim me kraun e majt, Berisha, vjen ndryrja, është i favorizuar në këtë moment. Po që kthehet. Do duhet ishte goditur nga kjo ndjenjë. Edhe pse kishte shumë vështirësi për ta kthyer topin në lojë, preferoi ta kthehet. Mateus Lima reziston ndryrës së Jashanicës. Edhe Mateus Lima bën gjithçka mjaft mirë. Perfekte ndeshja e Mateus Limës. Lima. Musolli. Topi që kthehet prapa, Koci do duhet luajë me këmbë. Largon me tepër forcë. Hallaçi devijon me kokë. Përfundon jashtë. Radas. Ka ende dhe shumë minuta dhe përsa të takon rezultatit mund të ndodhë diçka, por nisur nga barazimi i dieshëm i arritur në dorë. Sigurisht që pati mërzitjen e kampin e kuq, por duket se ajo pikë vlen më shumë. Shkojmë të mundësit, Latifit. Jefferson. Olenka, Berisha. Di Berisha, kërkon hapësirë. Një Bernard Berisha provon një vertikalizim, topi që mbetet aty. Thëri Berisha. Vangeli, Latifi. Të një grosim, topi devijot nga Mici. Kota protestat. Ndaret doja Latifi. Duhet do ta përfundojë ndeshjen për një goditje me kokë ndoshta. Pati një reagim ndaj Micit. Shohem. Kartoni kuq për Liridon Latifin. Ndodhe edhe kjo. Liridon Latifi, kartoni kuq. Kush do ta kishte besuar? Në zhvillimin e një aksioni pati një pretendim për top të prekur me dorë nga Mici. Mici pretendoi që i kam duart e lidhura dhe më pas duke qenë fare pranë njëri tjetrit, një zgjatje e kokës së tij. Dhe më pas Mici që rrëzohet me njëherë.
Por nëse mendimin e regjisë mund ta shikojmë në një pozicion. Shpresoj të jetë ka qenë e inkuadruar pasi loja është vendosur në ekran tjetër. E shohim. Ky është momenti kur Latifi kroson dhe Mici shikoni ka duart e lidhura prapa. Ka pretenduar për prekëto me dorë. Mici pretendon që ishte gjithçka e rregullt dhe ja bën me shenjë pikërisht Latifit që shikoni se si kam qëndruar. Në momentin që del Gonçalves ka patur një zgjatje. Zero për Kuksin dhe superioritet numerik në fushën e lojës. Kjo besoj ishte goditja finale. Kjo është një dhuratë ekstra nga lojtarja e Skënderbeut për Kuksin. Ka karton të verdhë për Micin. Karton i verdhë për Gledi Micin. Pra në komunikim ndoshta jo shumë njësor me Latifin. Dhe diku dhe provokim. Kartoni dytë i verdhë për Micin në këtë kampionat. Besoj Flori të paktën në këtë moment nuk duhet të ketë asnjë dyshimi për 11 metrash. Duket qartë që topi ka goditur gjoksin e tij. Duhet Ka goditur pas. Ka një problem muskular për Shametin, Franz Veliu po bëhet gati. Në këtë ky zëvendësimi te Kuksi. Po që dërlikohen të gjitha llogaritë besoj për Mirel Josën në inferioritet numerik në fushën e lojës dhe dizavantazh të 2 golave. Nga stoli Skënderbeut thrasin edhe Skërdinjën. Shkëmbi. Shameti. Edhe i dhe Shkëmbi. Punon në respekt në çdo moment, në çdo aksion. Andi Sali është një dhuratë e çmuar që është bërë kampionati tonë nga Skënderbeu, afrimi i tij lojtari. Në çdo moment prezanton mirësi, fair play, jashtëzakonshëm. Profesionist i vërtet. Është një luks i vërtet. Radas. Malota. Mateus Lima. Nika. Nuk e di nëse mund ta gjej Flori zëvendësimin për Skërdinjën. Guxojën Shpejt. Bledi Shkëmbi. Largohet Berisha. Mundohet Josa të përforcojë disi pjesën sulmuese edhe për faktin që Berisha ka qenë inaktiv në pjesën më të madhe të lojës, apo një lojtar që është provokuar shpesh nga kundërshtarët nga Më tepër se sa një zëvendësim taktik mund të jetë ndoshta edhe një lloj kartonit verdh për Berishën që nuk ishte i zakonshëm në këtë ndeshje, një sfidë që duket pothuajse e humbur, ndoshta trajneri kërkon të japë edhe të tjera mesazhe. Nika. Por dhe një lojtar i cili për ndeshjet e Nuk është më gjendje për të vazhduar Shametin, fali. Do të përfundoj takimi për Ylli Shametin. Ja që tha pak më parë, kishte kohë që kishte bërë me shenjë tek stoli që ndjente një shqetësim në kofsh. Por duket se nuk është më gjendje për të vazhduar. Ishte protagonist i një ndeshje të mirë. Ylli Shameti. Arsyeja e zëvendësimit mund të jetë ndoshta edhe për të evituar çfarë do të provokimi. Por dhe një lojtar që ka luajtur pafundësisht në Skënderbeu në formacion 90 minuta që nga fillimi i kupave të Evropës, ato turet eliminatore në Champions League në vazhdim. Ndoshta i takon këtij që të ketë disa minuta pushim në ndeshje. Berisha për më tepër ishte lojtar që kishte 2 kartona të verdhë, në rast se do të merrte një karton sot, do të mbishte ndeshjen e radhës. Të ndaj Turbunit në një program të dielën, por gjithsesi nuk kërkon tjera probleme Josa. Do të largohet me ndihmën e Barelës Ylli Shameti. Shpresoj mos të jetë asgjë serioze.
Shameti është një lojtar tepër i rëndësishëm për Kuksin e këtij sezoni, një futbollist që ka luajtur në ndeshje si titullar. Për cilët e duat rëkitur Ylli Shameti dhe në fushën e lojës do jetë Franz Veliu. Praktikisht nuk ndryshon asgjë për skuadrën vonase. Në fakt edhe gjatë pushimit të pjesëve patën një nxemje intensive nga Veliu. Lima. Atëherë Ylli mund të konfirmoj diçka të rëndësishme. Ylli Shameti ka patur një problem nga të pasuar nga javët me një brinjë të krisur të fundit, të cilën po e rikuperonte gradualisht dhe ka marrë një tjetër goditje dhe ajo po e kushtëzon. Shpresoj mos të asgjë më problem. Pra është lëndimi i një dëmtimi të mëparshëm në brinjën e krahut të djathtë. Ka ndëmtime delikate. Shumë delikate dhe zgjasin shumë, asnjëherë nuk e kupton dot që ai është shëruar plotësisht, ose një lëndim i vogël të rrihet në gjendjen e mëparshme. Do të luajë edhe me nervat e kundërshtarit, Koci nuk kurset as pak, Hamdi Salihi. Jashanica. Flores. Erik Flores, një lëvizje mjaft e mirë të shërben në krahun e majtë, shikoni hapësirën që ka Gledi Mici, Gledi Krosimi, i cili vjen i ulur dhe pas ka larguar Jashanica. Pyqet Flores, është Jefferson falni, Mici kishte mbetur në pozicion jashtë loje. Arsyeja pse ai nuk tenton fare të kontaktoj topin. Po e lë të dalë jashtë bie sensor. Kemi në pas minutën 70. Kuksi 2, Skënderbeu 0. Fitore do ta ngjiste në kotën e 20 pikëve skuadrën e Kuksit. -5 nga Skënderbeu i vendit të dytë, -9 nga Partizani i vendit të parë. Tjetë me pikë të njëjta sa edhe skuadra e TUT-s. Është në të luaj me nervat e kundërshtarëve, portieri Koci. Lima. Eris thonë ndrysë Jashanicës me pak të raste që e shonë në vështirësi Jashanicën. Është një lojtar fizik, një lojtar që e mbron mirë topin, një lojtar inteligjent. E Krosim që përfundon jashtë. Si goli 6. Kuksi do të barazot me pikë me skuadrën e TUT-s. Për shkak të golavrazhit, pak të në momentin, do t'i marrë dhe vendin e tretë. Kuksi është 13 gola të shënuar, 7 pësuar, TUT-a aktualisht 17 gola të shënuar, 12 pësuar, plus 6 Kuksi, plus 5 TUT-a. Gjithsesi shifrat janë shumë të parapërta. Jo vetëm të pikë, por diferenca e golave. Megjithatë, TUT-a Durrësi ka shënuar shumë më tepër se sa Kuksi, që ne kemi shpresuar që me sulmin që ka, me lojtarë potencial, Durrësi ka shënuar më shumë gola se sa. Përfundon takimi për Mateus Limën. Ose jam përshpejtuar, por shoh që është në vërtetësi kujdesin staf mjekësor, do të marrë një konfirmim nga Alban Xhani, nëse do të ketë lëvizje apo jo. Jashanica. Arapi Lilaj. Gati për të rikthyer në funksionin kushtetar. Të kthehet Mateus Lima. Si për na bërë ndoshta më të lehtë Flori për zgjedhjen e lojtarit në Blen Sendesh. Ishte shumë bukur ai ndeshje. Është padyshim lojtari më i mirë i saj. Futbolli golin një si gjën më kryesore në ndeshjen e saj. Kthehet Mateus Lima dhe sigurisht mund të jetë i rëndësishëm edhe në një situatë të tillë kur kundërshtari mund të jetë kërcënues ndërmjet ekzekutimit të një goditje të dënimi.
Erik Flores dhe Gledi Mici. Vendosur në barikadë, ndërkohë që Shkëmbi. Topi rrezikshëm në zonë. Ka një devim me kokë dhe realizon skuadra e Skënderbeu dhe Peter Ola Inka. Rikthehen në lojë kampionat. Realizon Peter Ola Inka. Festa e nigerianit. Në minutën e 75. Realizon Peter Ola Inka. Të utuar kuksianët në mbrojtje, me jetoj me rit për krosimin perfekt të Shkëmbit apo dhe për goditjen me kokë të saktë të Ola Inkës. Interesante Ylli, me një gjakftotësi ka përjetuar golin, shumë i nervozuar në krahun e majt është Marcelo Troisi, ndërkohë që Josa nxiton për t'i folur skuadrës, edhe 18 minuta. Nuk e di sa drejt ka, ju e keni kronometrin. Mi jepni drejt Josës apo jo. Sigurisht llogarit dhe shtesën. Lloj karikimi ky që i bën skuadrës edhe 18 minuta i thot. Vangeli Eskerdinja. Vangeli Lilaj. Shkëm këtë ndryrë të Jean Carioca shmang topin nga ana e Erik Flores dhe ka një mundësi gjithnjë Erik Flores shmang në ndryrën e Shkëmbit. Sërish Erik Flores, tjetër driblim, ndalja Shanica Musolli me pasimin e thënë për Jean Carioca në krahun e majt. Për pranti Eskerdinja reziston Jean Carioca. Në pas është Mici, vazhdon lojën. Mici devion Vangeli rivën jansore. Shtritur Cruz Ylli, më sa duket tek skuadra kupsiane gati për një tjetër zëvendësim. Ndërkohë që ka një problem edhe për Sabien Lilaj. Ndërkohë që tritet edhe Lonita Bazi. Është momenti i zëvendësimeve, tani bëjnë gati strategjitë e tyre të dy trajnerët për të përballuar këto minuta shumë emocionuese të kësaj super ndeshje që ti Ylli do ta quajë kartolin apo jo. Padyshim kartolin për kampionatin ton. Jemi edhe në fund të vitit dhe kartolinat janë mëse normale. Po afrohemi. Nëse nuk gaboj Alban, mund të jetë pikërisht Mateo Stima që do largohet. E shoh ende duke çaluar. I treti ndrim i detyruar për Kuksin, sepse në një ndeshje normale, në avantazh 2-1, një lojtar më shumë Kuksi, ndrimin ndoshta mund të shfrytëzohet në momente të tjera në fundin e saj. Do të largohet Mateus Lima, ndërkohë do të largohet edhe Lilaj, Sabien Lilaj, për të vënë në 2-0 Lonita Bazi. Po mund takimi edhe për Lilaj. Po që është një humbje. Edhe Lima Duke dorë trokitur, duke falendëruar edhe publikun. Cruz është një lojtar që luan më tepër në mesfush dhe nga një 4-2-3-1 praktikisht ditë 4-3-3 apo 4-5-1. 4-5-1 duhet me mundshëm. Nuk konfirmoj drejtimin e Mateus Limës, bëhet fjalë për një shqetësim muskular në pjesën e brendshme të kofshës së djathtë. Mund të jetë dhe ky një dëmtim i rëndësishëm. Ndeshja ardhshme është shumë shpejt dhe mendoj që Ka kohë për të rikuperuar. rikuperimi është problemi i madh. Mici dhe Vangeli në këtë duel. Rrin mjaft mirë Vangeli për Peter Ola Inka brenda zonës në hapësirë dhe edhe Peter Ola Inka. Vjen më pas këto kthyer goditja dhe Koci. Bëm rregullin Ervis Koci. I jashtëzakonshëm. Nëse flasim për çaste kulmore, po edhe kjo pritje që një çast kulmor në fund. Fantastik. Fantastik Ervis Koci. Nuk duhet të hiqim meritën askujt. Vangeli bën diçka mjaft mirë. Ola Inka gjithashtu. Sali bën goditje më të mirë të mundshme dhe më pas Koci është ai që vulos diçka në atë që mund të jetë aksioni më i mirë i këtij takimi. Ka probleme dhe për Kocin. Në shoqëruar me dëmtime të shumta pjesa e dytë. Tjetër ndeshje reklam për lojën e futbollit, pasi në çdo moment të mban me emocionet të lidhura fort edhe kur kujton që gjithçka duket e përfunduar 2-0 një lojtar më shumë. Vjen në ky moment dhe pas tu fare mirë mund të ishin barazim 2-2. Ekipet të mëdha, si Skënderbeu dhe Kuksi, prodhojnë emocionet pafundme në ndeshje futboll. Gati Bledi Shkëmbi për ekzekutimin e kësaj goditje nga këndi.
Shkëmbi. Larguar Malota. Eskerdinja. Dukur nga Cruz. Edhe dhe Shkëmbi. Kështë topin në zonë Mici. Ka prekur në pak minutë, pa më ndeshme. Gjithë se si arrin të fitoj një goditje nga Këmbi. Luet e minuta 80. Beliu. Tasmin që ka panik në radhët e Ngushtimi i rezultatit, e sjell panikun. Edhe duhet të kesh lojtar me shumë eksperiencë fushën e lojës që ta kalosh këtë fazë të ndeshjes. Salihi. Olenka në duelin me Micin. Argo Mici, topi është jashtë, tribune ansore. Shkëmbi. Pyqet Veliu. Ka një ndërhyrje të gabuar ndaj Franz Veliut. Nëse mund ndërhyj, ka një ndryshim taktik tani Mirel Josës, udhëzimet që ka dhënë duke përfituar edhe nga ndërprerja, do të kalohet në 3-4-2. Udhëzimi që ka dhënë 3 me mbrojtje, Radas, Jashanica dhe Arapi, më pas me sfusha me Vangelin që është i Kraudjat, Shkëmbi, Eskerdinja dhe Abazi dhe dyshja sulmi Tolainka Sali. Pra 3-4-2 udhëzimi Josës për këto minutat fundit. Del nga kuadrati i Portos Koci. Realizoi një pritje shpëtimtare pak çaste më parë pasi goditje të Salihit. Jashanica. Dalë loja sërish qëndron në shtrirë Ansinika. Të duhet. Janë sekonda që nervozojnë kundërshtarin në mënyrë të jashtëzakonshme. Vihet re i lloj nervozizmi tek Stolis Neveut për çdo sekondë që kalon nga që kanë dëshirën e madhe për të luajtur këto minuta dhe janë shumë nervozë. Nëse shikon dhe Bozhigje të nervozuar atëherë që kanë arritur 100% qëllimit Luksianët. Le të shpresojmë gjem se sa të jenë minuta shtesë, kanë përshtypjen të bëjnë shumë ato. Topi Koshat. Flores. Edhur pikërisht për Orgeshin. Jashanica. Arapi. Kotolainka. Saknyrja Malotës. Eskerdinja. Abazi. Ti Karioka. Arapi. Edhi Leonid Abazi. Radas. Shkune apsimin që ka në ekranet ja. Shkëmbi. Vedi Shkëmbi. Do në shërbej një top pas shpine, por të Krilar dhe Allaci. I pozicionuar mirë, qetësinë e tij maksimale, e lë topin dalë dhe jashtë vija përfundore të fushës. Diçka të kisë në këtë rivënje. Këtë pikërisht nga ana e Erdis Kocit. Koci që 6 ditë më parë festonte 31 vjetorin e lindjes. Nika. Jashanica. Shej. Radas. Kod Bangjeli. Topi devijuar prej tij Musolli. Erik Flores. Edhe dhe Musolli. Mici. Me pasime të për Ansinikën, por ishte më avancuar Ansinika. Shkëmbi. Abazi. Topi gjatë. Argon Veliu. Cruz. Nika. Me pasimin e dhënë pikërisht për Erik Flores, kërkot një tjetër Jefferson. Ishte dukshëm më i avancuar Francisco Jefferson. Vetëm mundësi ishte nëse topi do të pasoj drejt Nikës në qendër të fushës. Arapi. Shkëmbi.
Latifi, pasimi në qendër. Arapi. Voni pasimin në kraun tjetër. Flores me kokë. Topi që përfundon jashtë. 29 minuta e 85. Radas, Eskerdinja. Radas. Arapi. Abazi. Me 10 lojtarë ka gjetur saksinë e pasimit Skënderbeu. Kotolain kanë gjetur tek i fortë i top. Veliu veton para Veliu dhe pas ky shërbim në krahun tjetër mjaft i mirë për Jean Kariokën. Abazi është tepër i shpejt. Shej. Edhe dhe Abazi. Nuria Malotës. Topi jashtë i vjen Ansore. Duket si ndeshje këtë tjetër, kjo e minutave të fundit. Jashanica, çfarë gabimi? Jep një mundësi skuadrës e Kuksi Ansinika. Shërben në krahun tjetër për Besar Musollin. Ka përballë Arapin gjithim Musolli afrohet Gledi Mici brenda zonës. Mici. Topi që përfundon jashtë. Shej. Shkëmbi. Gjen të lirë Vangelin. Ria e Erik Flores. Shpartohet mjaft mirë dhe mundësi tani Jean Karioka. Kthehet Jean Karioka. Ansinika. Mban Tomi Zotrim, Ansinika. Duhet fiton të një faul. Megjithse për të mbrojtur rezultatin, lojtarët e Kuksit janë vendosur gjithë në gjysmën e fushës tyre. Fillojnë me pak forca. Mbyll aksion. Jefferson, Nika, Cruz. Njafir Cruz. Shpartohet nga ana e Ola Inkës. Radas. Abazi. Voni kalim në krahun e marrë Leonid Abazi ndiu nga Allaçi vjen me pas kryesim devion Renato Malota. Vangeli. Topi kthyer edhe Vangeli dueli me Cruz. Shton Vangeli dhe ai topi larguar në vendin fundore pikërisht ajo çfarë duhej Kuksian në këtë moment. Duke njohur vlerat e Skënderbeut, sigurisht kjo është një lloj përshtypje pse bëri reaguar me kaq shumë vonesë. Nuk e pam të Skënderbeu gjatë 70 minutave lojë. Minuta tëra, ndoshta dalja me karton kuqe Latifit i ka rimotivuar lojtarët për të mos dalë tundu nga kjo fushë, për të treguar diçka që ne jemi ekipi kampion, ne jemi lojtarë që ne jemi ekip që duhem marrë pjesë në Europa League dhe s'kem luajmë në këtë mënyrë për të gjithë 90 minutë të ndeshjes. Kërkon ndihmën e stafit mjekësor, Ansinika. Kontrollon kronometrin nga Lorenzo Jemini. Shumë pak lojë efektive në këtë pjesë të dytë, në periudhë të shumta. Shfrytëzon këtë pauzë dhe Marco Radas. Do të largohet jashtë Ansinika, ndërkohë që lojë do të nisë me njëra dhënie fundore të kryer nga ana e portierit Hervis Koci. Ku po mbyllet minuta 88. Largon Koci. Bërë ndryshim Josa, këto minutat të fundit. Atëherë tresha e mbrojtjes përbëhet nga Jashanica, Vangeli dhe Arapi, ndërsa Radas ka dalë më përpara, ka skostuar më përpara në krahun e djathtë në rolin e mesfëshorëve. Shkëmbi. Vangeli. Del fitues sicuramente Flores. Quindi Flores, Nika. Përballi Jashanica, Nika. Vonohet Nika. Topi larguar nga Jashanica arrivon Ansore. Nuk di çfarë kërkoi Ansinika, kishte dy pika takimi, Flores dhe Luamir Cruz. Dhe
në momentin e lojës edhe një rivënie anësore në favor të Kupsit është shumë domethënëse. Rivënie anësore do shkruhet nga ana Gledi Micit kur nis të luhet minuta e 90 dhe sigurisht vëmendje tani shkon tek gjyqtari i katërt. Sa do të jetë koha shtesë pas gjithë këtyre ndërprerjeve. Mos harrojmë që Troizi ka një tjetër zëvendësim në dispozicion, i cili mund ta shfrytëzojë për të luajtur edhe pak ritmin e lojës. Mban topin Jean Carioca dhe tani ka rivënie anësore. Shumë sekonda. Mbajti topin në atë pozicion Jean Carioca. Shkoni ku shkëtyre Ola Inka. Jean Carioca, tjetër rivënie anësore. I takon skuadrës Lunase. Nuk dini se do të kryejë zëvendësimin e fundit Kuksi. Do të kryet zëvendësimi i fundit, por përpara se zëvendësimit fundit do të kemi 5 minuta shtesë dhe nuk e di se sa mund të shtohet sepse do të jetë edhe zëvendësimi, kështu që mund të kemi 5 deri në 5:30 besoj. Të marrë të militarë të sekundë bëhet Skerdinja. Eviton ndyrët në sollit. Shkëmbi. Bon Shkëmbi. Nuk shërbet në solli, ishte një pozicion mjaft favorshëm. Carioca. Preferon një top të këtyre prapa. Flores. Për Micin. Për një rritë Cruz. Jashanica. Mjaft mirë Cruz. Për mënyrën se si ishin rreshtuar lojtarët që në mbrojtje, topi u qarkullua, ndoshta duhet ishte pasuar më mirë drejt sulmit. Memini, Recep Memini do të jetë gati për tyr pas pak në fushën e lojës. Flores, lëvizje mjaft e mirë. Vjen ai topi kthyer në zonë. Loja do të vazhdoj, pavarësisht pretendimit për goditje nga këndi. Abazi. Shkëmbi. Te prej fortë ai top. Malota. Arapi me kokë. Musolli. Mici. Radas. Përgjimër dhe jetit nga Cruz. Erik Flores. Te për i fort ai top, i këshin si të arritur. Mendosh që atje në vijën anësore mbajti topin, mbajti ekipi Kupsit me lojtarët e tij për të marrë kornën sa ut, ndërkohë që këtu në sfusha ai nda pasoi topin shumë shpejt. Arapi. Abazi. Ishte me shpejtësi Abazi afro pranti Jefferson. Dhe Abazi. Prekja e fundit e Jefferson. Rivënie anësore. Skerdinja. Topi lart në zonë, ka një devijim dhe më pas topi që përfundon në vetrimin e Ervis Kocit. Niste luat minuta e 93. Në mirë, gjithsesi në garin përfitoi Vangeli. Gabon dhe Jefferson. Duke në qatë lodhur. Dallot pra si moment që Skënderbeu është duke luajtur me një lojtar më pak. Skerdinja. Jashanica. Arapi. Radas. Topi që kthehet në një tjetër për Jashanicën. Topi lart edhe në zonë. Pastaj rrezimi i Salihit. Koci. Kjo klase e Salih dhe Renata Malotës. Go me tepër forcë. Koci ku luhet minuta e 94. Jefferson. Jashanica. Malota. Vangeli. Bazë në krahun e majt, priti krosimi i cili vjen i lart në zonë, largon Mici. Dhe më pas Leomir Cruz arrin të largojë të rrezikshëm. Jean Carioca kanë pritur Shkëmbi. Jean Carioca rivënie anësore, praktikisht tani nuk ka më skema taktike. Ka një top të nga ana e Skerdinjës dhe i mundësi në sulmi. Topi dhënë pikërisht Ancenikën. Hyrë të zonës ka përballë Arapën, gjithë Ancenika shmangen dhe më pas goditja. Ndiko
kontratin e Fortës. Mban në ankth vendasit. Ancinika. Një gol do të vulloste gjithçka. Edhe një tjetër aksioni. Kur nis të luajë minuta e 95. Edhe një minutë për të luajtur. Radas. Abazi. Vjen në krosimin e zonë pas goditja. Pranë golit skuadrës Skënderbeut me Marko Radas. Pa besueshme. Çfarë mbet skuadra korçare? Pak sekonda nga rasti Kuksit. Kthehet rast për Skënderbeun për të barazuar në këto minuta të fundit. Ka karton të verdh për portierin Koci. Gati zëvendësimi ylli, Memini. Ndrim më tepër, Janë sekondat e fundit. ndrim vetëm për sekondat e fundit. Të Memini, Ancinika. Ancinika. Për më tepër zhvendosën në kraun e kundërt. Kam përshtypjen do të rikuperohet. Reklamohet diçka e tillë në lojtarët e Skënderbeut që Nika po merr kohë për të dalë nga fusha e lojës dhe besoj se Emini ndoshta Memini që edhe provokon, mund të provokojë më shpejt. Ka përfunduar 5 minuta të shtesë. Duke luajtur minuta e 96. Koci. Nuk ka më kohë, ka përfunduar gjithçka në Zeqiri Meli. Festa e kuksianëve pas kësaj fitore 2-1 ndaj kampionëve të Skënderbeut, e gjashta radhazi në shtëpi, por ndaj korçarëve, ndaj rivalëve historik sigurisht që ka një vlerë krejt tjetër. Flori. Fitora e merituar shumë, do thoja nga një specialist